Nërsa një kryetar bashkie I ofër me ty kur se kërkon këta. Pra në qoftë se ti do të bësh këte paraprakisht, pra do t'i jepsh kompetencat të shishin tavalin. Edhe atëherë na po. Patjetër ju e cekët pak faktin e mungesës së kompetencave të plota dhe I pushtetit vendor dhe një tendencë për t'i paksuar këto kompetenca për shkak e justifikuar kjo me mungesën e kapaciteteve në shumë raste të njësive vendore, por do të ishte në fakt regres nëse edhe në ato zona apo bashki që kanë funksionuar dhe I kanë shërbyer dhe I kanë dhënë ofruar komunitetit që ato përfaqësojnë shërbime, kanë qenë afër qytetarit, të ridimensionohen edhe për shkak të disa artificave të gjetura nga ekspertë të ndryshëm apo dhe për shkak të lobingjeve të drejtues qarqesh, të shkrieshin dhe ta kthenin vetë këto ish territore në territore jo funksionale për komunitetin. Pra, ajo që ju thatë, kompetencat e njësive aktuale vendore, të cilët nuk kanë një gjatësi shumë të madhe, gati 10 vjet, edhe nuk janë provuar ende nëse këto reforma e 2015 ka qenë apo jo e suksesshme. Në jashtë reformat zgjasin mbi 20 vite në kuadrin e reformës territoriale administrative, për mendimin tim, do të ishte një regres në gjykimin tim, ashtu siç ju thatë. Unë du të them vetëm një diçka. Nuk kam asnjë nostalgji për atë periudhë kohë që ka kalu. Por nëse do të bëte organizimi I pushtetit vendor mbi bazën e komiteteve të ekzekutive të asaj kohe, dhe po të merret në analizë çfarë kompetencash ka pas komiteti ekzekutiv I asaj kohe, pa ne pikësënim me hyrë në Bashkimin Evropian, e po ta marrësh sot, është një shmenori. Është një cungim I gjithë kompetencave. Dhe unë e ai tjetëri nuk kanë se si të punojnë. Pra, të gjithë sektorët, me shëndetësi, me arsim, me zërë fikse, me pyjore, me të gjitha funksionet dhe masa ndërhyse e pushtetit vendor të jetë vendimtare. Pra ti, nëse jep kompetenca, nuk jetë ja ligjëru raportin më të madh PD-s apo PS-s. Jeti I dhënë kompetencë vendit punës. Masane konkurrimi, është gjaja që e ka pas në dorë kryeministri dhe kërkoj edhe sot e kësaj dite në komunikim drejt për drejt apo indirekt, duhet të jenë masat më të fuqishme, rregulla strikte, pa marrë parasysh këto seksert që thash më përpara, se këto rezultojnë jo rezultativ, me kërkesat maksimale, shkollimi, eksperiencë pune, civite tyre respektive. Si mund vetë një kryetar bashki, për shembull, unë po marr për pukën, një gjë gjithë fal llafër, po heqim dorë nga llafet. Si mund vetë një, si nuk ka lidhje fare me pukën, ka 30 e sa vjet si sa në pukë, apo duhet patjetër pjesëmarrja fjala një X-it, se aja është I mirë shumë. Ku o pravu? Nëse Gjoni do të ishte kryeministër nesër, çfarë do të ndryshonit në E para nuk e dëshiroj jo sepse kam ne defekt në kuptimin e mirë fillt, por do të ndryshoja disa gjëra. Efektivisht unë e thash edhe pak më para, humja ime në mandatin e tretë nuk ishte I thjesht, ishte shumë I ndërlikuar. Nështë edhe shumë më tepër pa hyrë në ide konspirative. Se humja Puks, humja Fusharësit, humja Mirditës, që ne kishte treguar këtë ndryshëm njëri me tjetrin, na I le me kuptu një diçka shumë më të madhe. Po, nuk I fut në kësaj ideje. Kryeministri I Shqipërisë ka një vlerë të jashtëzakonshme, njohëse dhe vizionare. Dhe më vjen shumë keq mu, si ky nuk e vën në lëvizje, por ka shkallën e besueshmërisë të pa baza. Pra, ai flet për një besë. Kryeministri I Shqipërisë nuk ka besë me lëvizjen. Kryeministri I Shqipërisë ka detyrim ligjor mbas marrjes votave për të qeverisë vendin. Ashtu siç e ka bën, e ka paraqit programin. Kujt do t'i kërkojnë besë? A do ta dish trosh? Kryeministri I Shqipërisë nuk mund të jetojë në 24 orë
pa u përembes për i kësaj administrata dhe për aty në antarëve të qeverisë. Ashtë absurditet me përmend besë. A mund ta ndryshoj kjo marrëveshje e ashtu quajtura besa Ja. situatën? Ja. Asgjë. Këte ka një besë tjetër, e ka besën me elektoratin, që i ka thënë se do të jem i devotshëm për të kryer gjitha këto që i kam parashit në program, e duke marrë masa drastike, ndaj gjithë atyre pushtetarëve që po abuzojnë në hijen e tij. Një shembull për të përmeni, që më ka rastis mu me kenë. Për shembull, një drejtoresh e OZHB-s, nuk po përmeni emrin fare. Ka 14 muaj që janë bërë kërkesat për ndihmë ndaj bujqësisë. As edhe ai nuk e din ka ministër, ajo, nuk e din ka kryeministër, nuk din asgjë. Ajo thot jam unë kryeministri i Shqipërisë, më ka rastis me menaxhu vetëm personalisht. Pse duhet let kjo lloj modeli, kjo lloj sjellje atje? Po pse nuk i pas aq punues Edi Rama sa me marr vesh nga fshati, jo nga qyteti, këtu që është në atë njerëz më të rëndësishëm, sepse ai përshën politikën e qeverisë shqiptare të Bujku. Ju e pat edhe në televizor, kishte 3 vjet burri i huaj, nuk merrte përgjigje. Qenta. Një pyetje e fundit për Pukën që unë e dua shumë, sepse edhe në rinin timet e ershme, me kë Pukjanë ri bëjmë patjetër mik i ngushtë, ashtu siç edhe me ty. Çfarë pengu ke që s'mundet ta realizoje për Pukjanët e tu? Kam pengje, shumë të mëdha, që objektivisht jam i bindur që do të kisha realizuar disa projekte të cilët kishin të banin me ndryshimin e një situate totale e për të kthy Bashkia Puks në një qytet turistik gjithvjetor. Dhe për këta kam peng, sepse jo vetëm që ato që kam lanë nuk po mirëmahen, nuk po trajtohen, por edhe po shkatrohen. Edhe njeriu duhet të jetë i kënaqur me një produkt, që produkti i tij është puna. Dhe unë tham këtë, pranej kam këto sugjerimet e para që kisha në lidhje me kryeministrin. Lufta me vetveten është lufta më e vështirë, pa fitoria më e këndshme, që do thotë të gjithë ato që janë largu, jo se janë hek, po janë largu, duhet gjetë forma modele të ndryshme për t'i afru. Kontributi nuk duhet lënë pa absolutisht duhet vlerësu. Forma, kërkesa më e parë, sa është bon fillu kjo lëvizje, se këtu ka fillu. Ajo doli për Flamengot, tash na del për tjetër gjë. A kupton? Dhe kërkesa atyne është një çroditje e gjithë vendit tonë. A dini sa humbi të mëdha në vlera ekonomike ka veni me këtë lëvizje. Dhe për të fitu, kërkojnë me fitu 2 ose 3, ose 2 sponsora, që s'kanë lidhje fare me shtetin tonë. Nështë besa me te kalu atë imaginatën, nështë dhe kujshit, sa ty në u lëvërdis. Sët nuk i kjenë atë nivele plazhet e Shqipërisë. A një dam ekonomik, pra sët nuk e ki atë nivel të ardhurash ose mirë majtë të ambienteve, ta kriju me një mune, me një dirës të madhe. Kja është kosto për qytetarin, jo për ato. Dhe i mesazh të fundit për Pukjanët, Pukën? Unë Pukën ju le du shumë. Unë me Pukën jam dashuru. Po mos isha dashuru, unë nuk do të shkosha dhe unë nuk do t'i shtrisha kapitalet e mia vetëm Pukë.